Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Arben dhe jam 47 vjeç. Jam i martuar prej më shumë se 20 vitesh me gruan time Mirën. Kur mendoj për vitet e para të martesës sonë, më duket sikur flas për një kohë krejt tjetër. Ishim të rinj, plot energji dhe plot plane për të ardhmen. Jetonim në një apartament të vogël me qira dhe nuk kishim shumë para, por kishim diçka që sot e kuptoj se sa shumë vlen. Entuziazmin për jetën dhe për njëri tjetrin. Në ato vite të para, çdo gjë dukej më e thjeshtë. Dilnim shpesh për shëtitje në mbrëmje, pinim kafe bashk dhe flisnim për orë të tëra për planet tona. Donim të ndërtonim një familje, të kishim fëmijë dhe një shtëpi tonën. Me kalimin e kohës, shumë nga këto gjëra u realizuan. Patëm 2 fëmijë të mrekullueshëm, bëm shumë sakrifica për t'i rritur dhe për t'u dhënë një jetë më të mirë. Punova shumë vite me orë të gjata për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme, ndërsa Mira u kujdes për shtëpinë dhe për fëmijët. Vitet kaluan shumë shpejt. Fëmijët u rritën, shtëpia jonë u mbush me përgjegjësi dhe rutina e përditshme filloi të zinte vendin e emocioneve që kishim në fillim. Në fillim nuk e vura re ndryshimin, por një ditë fillova të kuptoj se mes meje dhe Mirës kishte filluar të krijojë një distancë që nuk e kisha ndjerë më parë. Ajo dukej gjithmonë e lodhur në mbrëmje. Kur ktheheshim në shtëpi pas një dite të gjatë, shpeshherë më thoshte: "Jam shumë e lodhur sonte, dua vetëm të fle." Në fillim mendoja se ishte diçka normale. Të gjithë lodhen, sidomos kur ke punë, shtëpi dhe familje për t'u kujdesur. Por me kalimin e kohës, kjo u bë një rutinë. Çdo mbrëmje pothuajse e njëjta gjë. Darkonim, flisnim pak për gjërat e përditshme dhe pastaj ajo thoshte se kishte nevojë të flinte. Ajo binte në gjumë shumë shpejt, ndërsa unë shpesh rija zgjuar në divan duke parë televizor ose duke menduar për jetën tonë. Fillova të ndjej një boshllëk që nuk e kisha përjetuar më parë. Nuk ishte vetëm çështje lodhje. Ishte diçka më e thellë. Dikur flisnim për gjithçka, tani bisedat tona ishin bërë shumë të shkurtra. Si kalove në punë, mirë, po fëmijët, mirë, dhe pastaj secili merrej me gjërat e veta. Një natë nuk durova më dhe vendosa të flas hapur. Ajo ishte ulur në shtrat me telefonin në dorë dhe dukej shumë e lodhur. "Mira," i thash me një zë të qetë. "Kam kohë që ndjej sikur jemi larguar nga njëri tjetri." Ajo ngriti sytë dhe më pa për disa sekonda. Në fillim nuk foli, pastaj tha: "Nuk është se dua të largohem, thjesht jam shumë e lodhur." Dhe vërtet në fjalët e saj ndjeva sinqeritet. Por gjithashtu ndjeva se ajo përgjigje nuk tregonte plotësisht të vërtetën. Ditët kaluan dhe kjo ndjenjë vazhdoi. Fillova të mendoj shumë gjëra. Ndoshta unë kisha ndryshuar, ndoshta ajo nuk ndjej më njësoj si më parë, ndoshta rutina kishte marrë gjithçka që dikur na lidhte. Një mbrëmje tjetër vendosëm të flisnim më gjatë. Fëmijët nuk ishin në shtëpi atë natë dhe ishte shumë qetësi. Ulëm në kuzhinë me 2 filxhan çaj dhe për herë të parë pas shumë kohësh filluam një bisedë të sinqertë. Mira më tregoi diçka që nuk e kisha kuptuar më parë. Ajo tha se vitet e fundit kishte ndjerë shumë presion, jo vetëm nga puna dhe përgjegjësitë e shtëpisë, por edhe nga ndjenja se gjithmonë duhet ishte e fortë për familjen. "Ndonjëherë kur bie në gjumë shpejt nuk është vetëm lodhje," më tha ajo. E pash me kureshtje. "Është edhe mënyra ime për t'u larguar nga stresi. Kur fle, të paktën për disa orë, nuk mendoj për problemet." Ajo fjali më bëri të mendoj shumë. E kuptova se për shumë kohë kisha parë situatën vetëm nga këndvështrimi im. Unë mendoj se ajo po më shmangte, por në të vërtetë ajo thjesht po përpiqej të përballonte lodhjen dhe presionin e viteve të fundit. Pas asaj bisede vendosëm të ndryshojmë disa gjëra në jetën tonë. Filluam të gjejmë më shumë kohë për njëri tjetrin, jo vetëm në mbrëmje,
kur jemi të lodhur, por edhe gjatë ditës në fundjavë. Filluam të dalim për shëtitje si dikur. Ndonjëherë shkonim për një kafe vetëm ne të dy dhe flisnim për gjëra që nuk ishin folur prej kohësh. Dal nga dal fillova të ndjej se diçka po ndryshonte. Ndoshta jo me njëherë, por pak nga pak. Më e rëndësishme ishte se filluam të komunikonim përsëri. Tani, pas gjithë këtyre viteve, kuptoj diçka të rëndësishme. Martesa nuk është vetëm për momentet e bukura. Është edhe për momentet kur duhet të ndalesh, të dëgjosh dhe të kuptosh personin që ke pranë. Ndonjëherë problemi nuk është se njëri po shmang tjetrin, por është thjesht lodhja e jetës që na bëjmë të harrojmë sa rëndësishme është të kujdesemi për marrëdhënien tonë.